Shikojmë këngën e Marias që thot. Dhe Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin. Dhe fryma ime nga zëllon në Perëndin, shpëtimtarin tim. Haleluja. A ke arritur ti ndonjëherë ndonjë pikë ku të thuash, shpirti im e adhuron Zotin. Edhe fryma ime nga zëllon në Perëndin. Pra jo vetëm shpirti, por edhe mendja ime, edhe ndjenjat e mia madhërojnë Zotin, shpëtimtarin tim. A kemi arritur ne ta kemi shpirtin në një harmoni me mendjen dhe ndjenjat siç e kishte Maria? Pra vetëm ky rresht e tregon 100% që Maria në shpirt, në mendje dhe në zemër ishte 100% me Zotin. Ajo mendonte atë që Zoti mendonte, ajo ndjente atë që Zoti ndjente. Shpirti i saj ishte një me Zotin. Aq shumë ajo e donte Perëndin. Pra,